Moti është nxehur dhe fatkeqësisht u ka rënë në kokë disa fermerëve. Një fundjavë që nuk ka qenë e lehtë, por me debate, me kërcënime, me një gjuhë banale, me baltosje dhe me një lloj diapazoni të neveritshëm që disa nga fermerët e kanë dhënë në përballje që kishin me njëri tjetrin. Sigurisht që epicendra e këtyre debateve, e kërcënimeve, e gjuhës që shkoi përtej asaj që mban një format është midis Ilirit dhe Mozës, që në fillim kur bë pjesë e fermës, Ilirin e kemi parë që doli me një lloj sulmi kundër Mozës, e pa që nuk po i hecte, u bë shok me të, shijonte gjithçka me Mozën, që nga batutat, që nga ironit, që nga kafja, që nga ato lojrat, flirti midis njëri tjetrit, por nga ana tjetër punonte edhe kundër Mozës, duke ndërser disa nga fermerët të tjerë duke i bërë ata kundër Mozës, ai sa dhe dolën nga ferma si pasojë e gabimeve që erdhën si një lloj shtytje që Iliri i bëri. E çfarë po bën tani Iliri? Ka dalë sërish kundër Mozës, duke kërcënuar, duke baltosur dhe duke fol hapur me një lloj gjuhë që nuk po pranohet në rrjet. Sigurisht që Moza bën provokimet e saj, bën ato ngacmimet, e gjitha nisi nga një skenë që Iliri po luante me vaj banori më të ri, i cili është parë shumë i afërt me Mozën, me Sorginin, e kjo gjë, le të themi, i ka shkuar drejt një mënyre provokuese që Moza i tha këto skenat e tua janë si LGBT, si homoseksuale, më pas Iliri që e ktheu në 100 fish atë çfarë Moza i tha, duke e kërcënuar, duke e fyer rënd si femër, si grua. E ka bërë dhe herë të tjera, duke thënë që ajo është monster, por më pas ka pirë kafe me Mozën, pra ndryshe flet pas krave dhe ndryshe ka vepruar përpara Mozametit. Në rrjet, nëse do të shikojmë, kërkohet një lloj përjashtimi ose kërkohet një lloj televotimi kokë më kokë me Mozën tek Iliri. Këtë gjë kam pyetur edhe unë djegësit e mi, sigurisht me mbi 90% të votave janë që Iliri del, pasi Moza është pretendentja absolute e këtij edicioni për ta fituar. Por Moza nuk shkon te skajet si shkon Iliri, duke i quajtur atë Kostanën dhe Zhakun si femra shter, pra duke u futur në disa gjëra që nuk e lejon kodi moral, që nuk e lejon, le të themi, qenia njerëzore, se po që ashtu po marrin gjithë lopatat e po zgjen me njëri tjetri, po çka nuk po i thon njëri tjetri, ku mbeti ajo ndalimi, ai stopi, edhe pse jemi në një reality show ku banorët duam dhe fermerët duam të shikojmë 24/7 pa korniza, të drejt për drejt në atë që ndjen dhe në atë që veprojmë, por janë kaluar dhe janë tejkaluar që nga forma se si Iliri reagon ndaj Mozës duke ofenduar, nuk dua të përsëris fjalët, por edhe kërcënimi drejt për drejt, duke thonë që do ta kap ashtu, do ta bëj kështu, edhe kur i flet zëri i produksionit, ai sërish e injoron dhe me një lloj fotolloku dhe me një lloj arrogance i përgjigjet keq. Kjo shkon atë që është përfolur shumë që Iliri është paguar për të qenë pjesë e fermës, prandaj ka edhe këtë kapriçon duke dalë mbi produksionin, duke dashur që të shtyp Mozën me këmbë, me të gjithë goditjet që i bën, edhe pse Moza është false, këtë gjë e ka treguar dhe me shumë situata të tjera, por një tjetër situatë që nuk më pëlqen tek Moza, të cilën e dashurojmë për shpirtin e saj të lirë, ngacmues, adrenalin, që merr çdo gjë me pozitivitet, po dhuron një show, gjithçka e ka në kuadër të lojës, edhe provokimet që bën me djemse, nuk i besoj fare atyre narrativave që janë në rrjet për a është normale që të ketë një lloj afërsie Moza me Sorgini, i cili është shumë i ri, një djalë shumë i ri, apo dhe me Bujakën që është i martuar, për energjia mirë dhe të dhurojmë show, thot Moza, të japim një lloj konsumi për publikun, e përsa kohë kjo gjë nuk, le të themi, bezdiset nga pala tjetër, pra që është pjesë e kësaj situate, e këtij lloji flirti, nëse mund ta quajmë, që bën Moza, të lasdrohet pak, të bëj batuta, e ka bërë dhe me Ilirin, gati janë puthur në buzë, pra e kanë pasur këtë situatën në romance, Moza është pa filtra, por ajo që nuk më pëlqen është që shkon tek një plagë që ne kemi, tek body shaming, që le të themi e paragjykojmë tjetrin për peshën që ka, për format që ka, e ka bërë her pas here
me Sarën e bëri edhe mbrëm, edhe pse Sara nuk ja porton, u përfshi në situatën që kishte ajo më lirë, për në fund ditës aty janë për të përfshirë në situatat e njëri tjetrit, edhe pse për disa është le të themi një tepric kjo që bën Sara që ndërhyjnë në situata që nuk janë të sajt, por në fund të ditës për sa kohë janë banor, do të jetë aty për të kapur gabimet e tjetrit, për të nxjerrë në pa dhe për të përfituar vetë. Po sigurisht e shikoj edhe një lloj frenimi që Sara ka bërë në raport me Mozën, edhe pse kanë pasur ato përplasjet e dikurshme, gjetën javë më parë si një formë ure komunikimi edhe një lloj normalizimi të raportit të tyre. Moza u gjet pranë në atë sfidën e bujshme që kishte me Bujakun, duke kritikuar shokun e saj të ngushtë, duke i thënë që Sara ka të drejtë se nuk është në fizikun e një burri për të përballuar të tilla sprova. Pra, edhe Sara e falenderoi për që shikojmë sërish ngritje të Mozës, ai sa shkoi duke i treguar që fol për burrin, fol për kalamajt. Okej, mund të jetë një mënyrë për t'i thënë që ti më shumë je fokusuar në lojë se sa le të themi për të treguar ndjesitë tua, por njeriu i tregon në forma dhe në mënyrat e tij, dhe jo sepse është Moza dhe ne duhet ta shikojmë në syrin e asaj fenomenet që është bërë, por kjo pjesë që të vijë nga një zonjë kaq shumë e lexuar, një zonjë kaq shumë e dalë në Europë dhe që ka marrë mentalitetin e huaj dhe ka bërë pjesë të saj që të ketë këtë nuancën e body shaming që e shikon si një lloj qasje për ta lënduar, për ta vënë përpara një lloj hendeku dhe për ta vënë përpara një lloj pozite të keqe për peshën që Sara ka, apo që i përmend edhe burrin, që i përmend dhe fëmijët, është diçka që nuk shkon në kornizën e asaj Moze që ne jemi dashuruar, që e mbështesim edhe që ka dhënë një energji të jashtëzakonshme që po e mban fermën me gjithçka të saj, me çdo lloj performance. Ajo është unike edhe në bisedat e thella të bukura njerëzore, psikologjike, jetësore që bën me secili nga banorët të ty, por këtë element do doja të mos e shikoja më tek Moza, se nuk është e hishme dhe nuk është e bukur që të vijë nga një zonjë që është e dashuruar me Parisin, me Francën, me kulturën atje, që është mendje hapur dhe nuk ka frikë nga paragjykimet, nuk i ka të kultivuara, që po ushqen kohët e fundit, nuk më pëlqen dhe uroj që të marrë një mësim edhe të mos e ketë më pjesë të saj, edhe pse të tjerë sigurisht i përmendin moshën, i bëjnë paragjykime që ti duhet të jesh më brenda kornizave. Pra, edhe Mozën e ngacmojnë, por sigurisht këto janë situata që edhe publiku është i ndarë, le të themi, më shumë krah Mozës, por sidoqoftë nuk është e bukur edhe të përjetosh gjëra që përjetojnë të tjera, si Sara në rastin konkret që e ka her pas here këtë ngacmimi që i vjen nga Moza si pasojë e peshës që ka. Nuk është se Sara është obeze ekstreme, por është në peshën që ajo është. Por sidoqoftë Moza e ka parë që këtu i djeg Sarës edhe e ngacmon kur shikon që Sara i mbivendoset apo ka tendencën për ta ngacmuar apo për të qenë pjesë aktive e situatave për të dhënë dhe qëndrimet e saj. Sara, gjithsecili ka të drejtën për të dhënë qëndrime, për sa kohë nuk prek në dinjitet, në moral, nuk fye, nuk cënon, aty janë të barabartë për të folur sa herë ti do i shepi 24/7 pa pushim. Është publiku ai pasaj që vendos me votë, siç do të vendosë edhe sot se kush do të largohet nga ferma. Mano hiqni atë Romirin se duke se kum ha bukën, është e tepërt kjo që them, por sigurisht është një personazh që më jep vetëm energji negative, asnjë dinamik pozitive nuk ka në atë lojë, vetëm nëpër skuta, dhe pse është shumë i gjatë, kjo jo për ta bërë pjesë edhe të asaj që unë kritikoj për të mos bullizuar, por e shikoj jo në qasjen e dur që duhet të jetë një lojtar në fermë, e shikoj pothuajse në mënyrë inekzistente në atë që edhe publiku shikon për të pyesësh a nje Romirin brenda fermës, çfarë bën ky? Ju jap garant që as si personazh nuk e mbaj mend që vijon ende të jetë në shtëpi. Pritet të shikojmë se si do të diskutohen dinamikat më të forta. Sigurisht është një letër e Indrit që pritet të hapet për Vanesën, edhe pse u kuptua që do të jetë një lloj kërkese për ta lënë gjën që të shikohet jashtë, edhe pse ky fundit po shikohet shumë afër me fermerin e re që u bë pjesë e fermës disa ditë më parë, edhe pse ajo është vetëm 19 dhe Indri 30 e ca. Sigurisht që Indri është parë dhe ditën e djeshme duke bërë ato shikime, duke bërë shenja me sy ndaj Klevisës, por edhe kur është në hapësira më të mbyllura shikojnë bashkë, kjo gjë
është e kuptueshme, ai u shpreh që unë nuk dua të rri vetëm, jam tip që kam nevojë të shoqërohem, por për sa kohë ti, i dashur Indri, krijove një raport me një vajzë dhe nuk ishte e lehtë situata që të shkoje në pranimin e le të themi nisjes së kësaj ndjenje me Vanesën, se kjo la të dashurin ti u merakose për djalit të vogël se si do të shikonte babai, ndërkohë që nuk po merakoses që po del në ato që edhe Sara prajmin e shkuar, le të themi bërtitje me të madhe, se çfarë po bën ti po kalon nga një deg në tjetrën, por me interes do të është mos është shumë ti në raport me Ilirin dhe me Mozën, se çfarë do të vendos. Por me interes të madh është se çfarë do të vendos produksioni në raport me Ilirin edhe me Mozën. Uroj shumë që të shkojmë në një televotim kokë më kokë për t'i treguar Ilirit se kush është Moza, për t'i treguar se kë mbështet publiku, kë qasje do, kë element edhe kë form të fermerit do në ato ferm, edhe jo neverin e jashtëzakonshme e kërcënimeve, e baltosjes, e një lloj gjuhe rruge që Iliri e ka sjellë në këtë format, që nuk po penalizohet, po tolerohet, por besoj, duke qenë që jemi drejt fundit, finali është me 15 qershor, gjithçka mund të tolerohet për hir të viralitetit për publiku, është i ndinjuar dhe ka reaguar me të madhe. Do doja të dija dhe mendimin tuaj, si keni parë këto situatat e fundit që kanë qenë tepër të zjarrta, duke mos harruar edhe që t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në platformën YouTube.